E pranishme në këtë ngjarje ishte Ministra në Detyrë e Kulturës dhe Turizmit Saranda Pokujevci, e shoqëruar nga zëvendës Ministrja Nora Arapi Krasniqi dhe përfaqësues të organizmave të ndryshëm, e cila theksoi se Muzeu i Hidroelektranës, i funksionalizuar për publikun nga Ministria e Kulturës, po shndërrohet në një hapësirë të rëndësishme edukimi dhe promovimit të trashëgimisë kulturore. Ajo bëri të ditur gjithashtu se së shpejti do të përfundojnë edhe punimet për hartimin e rregullores për licencimin e udhëfyesve turistik. Përveç që është restauruar një objekt shumë i rëndësishëm edhe ku ruhet historia dhe mësojmë prej kësaj pjese, të njëjtën kohë pjesa e funksionalizimit domethënë të objekteve të trashëgimisë është tepër e rëndësishme. Dhe më vjen mirë shumë që jemi sot këtu edhe me pa, domethënë edhe me dhënë një shembull të mundësive të cilat i kemi. Në vazhdimsi kështu kemi pak ankesa që nuk kemi vendet të mjaftueshme, po mendoj që nuk qëndron ajo. Në fakt kemi mjaftueshëm, vetëm duhet të investojmë që është bërë një punë e jashtëzakonshme. Në fakt në investimin e trashëgimisë, po tash është tepër e rëndësishme domethënë kjo pjesa e ideve që vjen prej juve, si në këtë rast, dhe ku funksionalizohen këto hapësira. Ndërsa zëvendës Ministrja Nora Arapi Krasniqi foli për gjendjen aktuale të muzeve të Kosovës dhe investimet që janë realizuar së fundmi për restaurimin dhe funksionalizimin e tyre. Gjatë viteve të fundit, si hap i parë ne kemi filluar me investimin fizik në rehabilitimin e ndërtesave ku janë të vendosur muzeet, duke filluar prej Muzeut të Emin Xhikut, Muzeut Etnografik në Prishtinë, Muzeu Etnografik në Gjakov, në Pejë, është bërë restaurimi i hidroelektranës, ndërhyrjet në Muzeun Arkeologjik të Prizrenit, si hap dhe për momentin janë duke u zhvilluar edhe ndërhyrjet në Muzeun Kombëtar të Kosovës. Hapi i radhës ka qenë përgatitja e kurimit e ekspozitave të tyre në mënyrë që këto ekspozita të flasin përtej eksponateve, të tregojnë historinë e tyre, dhe kemi filluar me funksionalizim të tyre. Muzeu Arkeologjik i Prizrenit e ka ekspozitën e kuruar të përkthyer me tekste në të gjitha gjuhët zyrtare të qytetit. Gjithashtu është i hapur, ka Ciceron, hidroelektrana gjithashtu tani është e hapur për vizitorët. Kemi hartuar projektin e ekspozitës së lidhjes shqiptare të Prizrenit, dhe shumë shpejt fillojmë me procedurat ku Muzeu i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit do ta ketë një ribërje totale, do ta prezantojë historinë shumë të rëndësishme për gjithë shqiptarët anë mban botës. Brenda hidroelektranës tashmë do të zhvillojë aktivitetet e saj edhe qendra për trajnimin e udhëfyesve turistik, udhëhequr nga Asociacioni i Udhëfyesve Turistik të Kosovës, KAITKS. Drejtori ekzekutiv i këtij asociacioni, Muamer Sivrikoz, bëri të ditur se viti i parë do t'i kushtohet kryesisht hulumtimit, interpretimit dhe ekspozimit të Muzeut të Hidroelektranës. Ne jemi si asociacioni vetëm i guidave turistike në Kosovë, ku që nga viti 2018 jemi antarësuar në Federatën Evropiane të guidave turistike. Pastaj edhe në vitin 2024 kemi arritë, domethënë që Gajdeksi me u antarësuar në WFTG, e cila po ashtu është Federata Botërore e Asociacioneve të Guidave Turistike. Kjo është suksesi jonë, po në njëjtën kohë është edhe suksesi i Kosovës, në njëjtën kohë edhe suksesi i Ministrisë Kulturës dhe Turizmit. Hidroelektrana, Gajdeksi, me përkrajën e Ministrisë Kulturës dhe Turizmit, ka marrë menaxhimin apo funksionalizimin e këtij aseti të trashëgimisë kulturore për 3 vite, ku viti i parë ka me qenë dedikuar për hulumtim, interpretim dhe ekspozitë. Me rastin e kësaj dite u realizuan edhe 2 trajnime të rëndësishme për ngritjen profesionale të udhëfyesve që i përkasin kësaj qendre, mbi turizmin gjithëpërfshirës dhe atë gastronomik. Nga Efi Kalampukidho, trajnere certifikuar dhe eksperte nga Federata Evropiane e Shoqatave të Udhëfyesve Turistik, e cila kërkoi nga Ministria shtimin e mbështetjes për këtë kategori. Sot tër ditën e realizuam një trajnim mbi turizmin e qasshëm dhe gjithëpërfshirës, sidomos për personat me aftësi të kufizuara. Sfidat gjatë kësaj pune dhe pastaj në mesditë trajtuam edhe temën e turizmit ushqimor. Kolegët e mi janë shumë e fat që kanë mundësinë ta shfrytëzojnë këtë objekt për aktivitete turistike dhe trajnime të ndryshme që u ndihmojnë të zhvillohen profesionalisht. Duke u bazuar në përvojën time mbi 10 vjeçare si presidente e Federatës Evropiane të Guidave Turistike, kam një kërkesë për ministrën. Ne përballemi me sfida të ndryshme edhe në vende të tjera të Evropës. Andaj kërkoj nga ju që të ofroni sa më shumë mbështetje dhe t'i mbroni ligjërisht guida turistike të Kosovës.
Manuali zyrtar i Federatës Evropiane të shoqatave të udhërfyesve turistik, Arti i udhërfimit, tashmë flet edhe shqip, duke u bërgjuar 7 në Evropë që përkthen këtë liber kapital për standardet e ndërtimit të përvojës së vizitorit. Ndërkaq muzeu tashmë i restauruar i Hidroelektranës do të jetë i hapur për të gjithë vizitorët, ndërsa pritet që në të ardhmen afërt të hartohet edhe ligji për muzet, sipas të cilit bëhet kategorizimi i muzeve në nivel kombëtar dhe lokal, si dhe krijohet baza ligjore për funksionimin dhe fuqizimin e mëtejshëm të tyre.